Selino me që është në ndjesi pak më djekës, a mund të konsumojnë të gjithë, për shembull ata që kanë probleme hemoroide ose kutadion, a mund të shkaktojnë ai... Normal që shkakton një ujtim edhe krejt të substanca, krejt janë edhe limonje edhe lajmi, po përderisa për shembull shtohet edhe avokado edhe xhenxhefili, në këtë rast unë kisha preferuar ata që kanë problem me thartir ose me aciditet ose me hemoroide, problemet për shembull më të mëdha në zor, kisha preferu me kullu, me filtru, po më në sasi dhe me marrë vetëm langun për fillim, derisa të rregullojmë. Edhe gjatë ditës, për shembull, te këta persona preferohet me përdor kefirin. Kuptohet çysh e kena preferuar çdo herë, preferohet me përdor kefirin, mos më të madhe për shkak që me marr nivelin e probiotikëve në sasi të duhur. Unë pi bëj një sasi shumë të vogël, se edhe inën e kena të vogël, kështu që pjesën tjetër tani e bëjmë mbrapa xhiri. Edhe shfrytëzojmë ngrisim imunitetin krejt stafin. Duhet jetë me lëvorën e tij. Po, unë e shfrytëzoj kështu normal për ata që i pengojnë mundën edhe mi hek.